Gjykata kushtetuese mblidhet sot për të marrë vendim mbi kërkesën e Unionit të Gjyqtarëve për ndryshimet në skemën e pagave. Mbledhja pritet të nisë rreth orës 12 dhe të zgjasë disa orë, ndërsa vendimi mund bëhet publik brenda ditës. Unioni i Gjyqtarëve paraqiti në mars 2025 kërkesën për shfuqizimin e ndryshimeve ligjore të miratuara në vitin 2023. Sipas këtyre ndryshimeve, paga baze magjistratëve u përcaktua në masën 36% të pagës së presidentit, që përkthehet në 153.000 lekë. Para këtij ndryshimi, referenca për llogaritjen e pagës ishte niveli 132.100 lekë, sa paga e drejtorit të departamentit në kryeministri. Me formulën e re, paga u rrit me mbi 20.000 lekë. Megjithatë, gjyqtarët e kundërshtojnë këtë skem pasi në të njëjtën periudhë qeveria arriti pagat në administratën publike dhe paga e drejtorit të departamentit në kryeministri arriti në 231.000 lekë. Sipas tyre, ndryshimi i referencës nga paga e drejtorit të departamentit te 36% e pagës së presidentit ka sjellë ulje relative të të ardhurave. Ata argumentojnë se nëse do të ruajë referenca e mëparshme, paga do të ishte rreth 78.000 lekë më e lartë. Në kërkesën drejtuar kushtetuese, gjyqtarët propozojnë rikthimin te referenca e mëparshme ose përcaktimin e pagës në masën 54.3% të pagës së presidentit me reflektim automatik të çdo rritje të përgjithshme pagash. Sipas formulës aktuale të përllogaritjes, paga e magjistratëve varion nga rreth 1.800 euro për shkallën e parë deri në mbi 3.000 euro për gjyqtarët e apelit të gjykatës së posaçme si edhe të SPAK-ut. Refuzimi nga kryeministri Rama. Kryeministri Rama u shpreh kundër kërkesës së gjyqtarëve dhe prokurorëve të përfaqësuar nga shoqatat e tyre me kërkesën që kanë bërë në kushtetuese për referencën e pagave që çon në rritjen e rrogave. Ai tha mes të tjerash në podcastin Flasim se gjyqtarët kërkojnë qishra në hell dhe se Shqipëria nuk mund bëhet një kast gjyqtarësh. Ai shpjegoi se rrogat e një kategorie magjistratësh, prokurorësh dhe gjyqtarëve special u vendos të rriteshin për shkak të reformës në drejtësi që u ndërmor, për pavarësinë e gjyqësorit dhe cilësinë e drejtësisë, por nuk u bë që të përmbysej e gjithë piramida.